nuk e di pse ka një artikulim nga mediat që ndoshta nuk e di vjen ndoshta e sugjeruar dhe nga ekzekutivi, gjithmonë reduktimi, tatimit mbi fitimin kapital nga 15% në 7-8%. Jo, 7-8% është shumë. Nëse ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe duhet të sillemi si Europian, shtëpia e parë duhet të jetë 0, banesa parësore duhet të jetë 0. Nëse ti nuk je duke spekuluar në treg, nëse ti nuk je thjesht një tregtar pasuritë paluajshme, nuk po bën një biznes me pasurinë e paluajshme, pra je një thjesht familje e shtresës mesme, familje thjesht që po merr një pasuri dhe po jeton aty, po jeton për 2, 3, 5 apo 10 vite, atëherë vjen keq. Nuk ka nevojë që të trajtohet as me 7 as me 8, po duhet trajtohet ashtu siç është trajtimi për një shtet të Bashkimit Evropian, që është 0% për banesën e parë. Dhe në atë moment, për shkak të dinamikave të jetës, kur ti je sforcuar, je detyruar të dalësh nga banesa jote, ta shesësh dhe të shkosh në banesë tjetër, po këto e bën brenda 2 vjeçarit, pra brenda 2-3 viteve, jo brenda 5 viteve, pra nuk i plotson dot kushte për të përshtuar totalisht, prapë do duhet të jetë të merret në konsiderat të gjithë kostot që ti ke pasur për marrjen, rinovimin dhe zotrimin e kësaj shtëpie. Kështu që unë do desha që media, të paktën media që është partneri kryesor i shtresës mesme në Shqipëri, ta heqë nga fjalori 7-8%. Mund të interesojë ekzekutivi 7-8%, mund të interesojë shtresës mesme në Shqipëri 7-8%. As 2-3, le të bëjmë siç bëhet në gjithë Europën, 0% për banesën parësore. Nëse ke një shtëpi 1+1, si familje re, si çift i ri, u bëre me një fëmijë, do të shkosh në shtëpi 2+1, bravo qoftë, zotit bekoft, shite me 0% dhe sa mirë që ke këtë mundësi të blesh një pasuri tjetër, shite me 0% po themi për diferencën midis fëmijës të blerë dhe shites, dhe të rishë standardin tënd të jetesës. Ne ku ta gjejmë që të kemi shtresë mesme të fortë, të aftë që të rrisë standardin vetë jetesës. Kështu që 7-8% ndoshta i intereson vetëm ekzekutivit, Shqipërisë shtresës mesme nuk i intereson 0%. Në një ndërkohë kur flasim për paketën e strehimit të përballueshëm, një gjë që paktën ne si Nareja kemi dalë gjatë 2025-s është që të futim çështjen e pasurisë e strehimit të përballueshëm në tregun e pasurisë paluajshme dhe gjithë retorikën e politikbërës në Shqipëri. Nëse shikojmë konferencën e fundit të kryeministrit në 2025 ka pasur një pjesë që është dedikuar strehimit të përballueshëm. Dhe unë besoj që gjithë paketa e strehimit të përballueshëm dhe vërtet ja sugjeroj ekzekutivit të mund të merret në 2026 me gjithë pjesën e strehimit të përballueshëm si një paketë totale, jo vetëm pjesën e tatimit 15 në 0% apo 15 në 5% siç e kemi aktualisht, por të gjithë procesin e marrjes së një shtëpie nga një shtresë mesme që nuk e përballon, që ka të bëjë me përjashtimin e taksave, po themi në një moment kur ka blerës së parë apo shitës për herë të parë në tregun e pasurisë paluajshme, përjashtimin e kostove që kanë të bëjë për kalimin e tij të pronësisë, qoftë edhe shtimi i kredive të buta, po qoftë edhe projektet, siç janë projektet në perëndim, partneritete publike private midis sistemit financiar, pra bankës, ekzekutivit, ndërtuese, për projekte që kanë të bëjnë me strihimin e përballueshëm, pra për shtëpi, jo luksi, jo për vila, por për komplekse të cilat i dedikohen një shtrese që ka mundësi ta aksesojë. Pra një shtrese që sot nuk e akseson dot tregun, por t'i krijon projekte të dedikuara, lagje të dedikuar për ashtë shtresë të cilat nuk ka mundësi të aksesojë tregun e shtrenjtë të Tiranës sot, por të mund të aksesojë një strehim të përballueshëm. Kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për një komponent, por bëhet fjalë për një mendësi se si ne sillemi me strehimin e përballueshëm, bëhet fjalë për një lehtësi të gjithë procesit taksimit, nga transaksioni tek kalimi i pronësisë, tek taksat, tek incentivimi i këtyre sipërmarrjeve, të cilat janë gati të ofrojnë një produkt të përballueshëm për shtresën e mesme. Patjetër që është një politikë padyshim sociale dhe do vëmendjen e ekzekutivit, por në anën tjetër, Rinaldo, ata që merren që bëjnë tregti të mirëfillt, e kanë kthyer në biznes, si duhet trajtohen gjithmonë në aspektin fiskal nga ana e qeverisë shqiptare? Duhet të trajtohen ngjashëm me një entitet tregtar. Pra 15% dhe 8%, 23% tatim mbi të ardhme. Praktikisht, domethënë, unë besoj shumë që kur ti fillon dhe merresh me tregtinë e pasurive të paluajshme, nuk je më një biznes i vogël, pra edhe atë fashën e përjashtuarit deri në 31 dhjetor të 2029-s praktikisht e kalon, sepse vetëm transaksioni e pasurive të paluajshme është turnover çarkullim mbi 100.000 euro, pra mesatarisht sot një pasuri paluajshme është 130.000 euro e sipër. Pra në një moment kur ti fillon të bën tregtim me pasuri të paluajshme, vjen keq të duhet të jesh si çdo biznes tjetër, duhet të tatosh 15%.
madje mund të ketë sektor të zaktuar dhe mund të ketë vende në Europë të cilët e tatojnë më tepër, megjithatë unë po them personalisht besoj tentatimi i unifikuar për të gjithë sektorët ekonomisë që mund të mos ketë madje edhe pa përshkallëzime që mos ketë devijime dhe mos ketë joshje për ta shmangur. Në anën tjetër, praktikisht duke thënë unë besoj tentatimi i sheshtë njësoj për gjithë. Për të rikthyer sërish tek individi, sepse procesi individi po njëkohësisht edhe bizneset. Ka interes deri tani nga ajo që ju keni parë? Pra, unë kam përmendur vetëm shumë shkurt, statistikat tona tregojnë që ka të paktën 5500 kontrata që duhet të ekzekutohen menjëherë brenda janarit. Që dyshoj me këtë ngadalësim të publikimit, të draftimit dhe publikimit të udhëzimit përbashkët, Ministri Financa SHK, dyshoj që do ja dalin gjatë janarit, por deri në fund vitit kemi pasur 5500. Nga eksperienca më herët, besoj që në këtë vit duhet të kemi të paktën 35.000 kontrata ose 35.000 të paktën aplikime për procesin e livërsimit, që unë besoj që do të konvertohen në kontrata shitblerje gjatë 2026. Mendoj që duhet të jetë më tepër, megjithatë të mbajmë një parashikim të përkohur, themi mesatar 35.000. Ndërkohë në anën tjetër, kush duhet ta bëjë rivlerësimin? Të gjithë apo ata që kanë ndërmend ta shesin? Sepse një pjesë e mirë nuk kanë ndërmend ta shesin as sot, as pas nesër. Mendoj që kushdo që ka mundësi të bëjë procesin e rivlerësimit duhet ta bëjë. Nuk ka një garanci, nuk ka një siguri që në të ardhmen do të jenë tatimet më të ulta. Pra nuk ka një shenjë. Ka pasur një deklaratë të Ministrit Financave në një nga takimet me sektorin e biznesit në dhjetor të 2025 që Ministri i Financave nuk e ka në lupën e vet apo në radarin e vet rishikimin e tatimin mbi fitimin kapital gjatë këtyre viteve, çka është një mesazh për shqiptarët që vjen keq, ju do të vazhdoni të paguani të keni një bartë rënd fiskale kur tregtojnë pasuritë e paluajshme nga 31 marsi 2027 e vijim, po themi kur përfundon procesi i rivlerësimit, ose le të themi nga 1 janar 2027 e vijim, për ata që nuk e kanë kapur 31 dhjetorin e 2026-s, por ka pasur edhe një gjysmë deklaratë që shikon ne po përpiqemi ta parafrojmë legjislacionin tonë me Bashkimin Evropian. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian nuk ka një legjislacion, nuk ka një direktivë të unifikuar për çështjen e streamit. Ka një vullnet politik dhe hapa politik për të adresuar streamin e përballueshëm, pa akoma nuk ka një direktivë. Kështu që nëse lexojmë 1-2 fjali nga Ministri i Financave, kuptojmë që shqiptarët do duhet pagojnë shumë për tregtimin e pasuritë e paluajshme, tregtimin e tyre pasuritë paluajshme nga 1 janar 2027 edhe në vijim. Kështu që prandaj unë jam duke thënë që le ta bëjnë kush ka mundësi dhe kush ka mundësi për të bërë investimin dhe për paguar tatimin, sepse nuk ka një garanci që do të vazhdojë të funksionojë në të ardhmen. Pavarësisht nëse ke ndërmend ta tregtosh pasurinë e paluajshme apo jo në 2027, 2028, 2026 apo në vijim, sugjerojnë shumë që të kryhet për të shpëtuar tatimin në vijim. Ndërkohë, edhe një pyetje, Rinaldo, në lidhje me paqartësitë që realisht kanë qytetarët në rastet e rivlerësimit, mund të korrigjohet njëkohësisht edhe sipërfaqja e një banese, sepse është rast konkret dhe njëkohësisht paqartësi nga ana e qytetarëve. Gjithmonë nëse keni informacion. Mendoj që janë dy procese të ndara. Pra, rivlerësimi është një proces, korrigjimi është proces tjetër. Çfarë do të sugjeroja? Unë do sugjeroja që të ndodhi rivlerësimi, duke qenë se është më i shpejtë, të vendoset vlera e tregut në kartën e pasurisë dhe më pas të mendosh për korrigjimin ose më pas të mendosh për tregtimin e pasurisë paluajshme. Pra do të thotë që shfrytëzoni kohën për të marrë atë që ju ka dhënë ekzekutivi deri në 31 dhjetor të 2026. Dhe më pas shikoni korrigjimin apo tregtimin. Sido që për këdo i cili do të tregtoj pasurinë paluajshme gjatë 2026 për ta qartësuar për shkak se kemi pasur edhe një pyetje nga qytetarët, hapi i parë është rivlerësimi, hapi i dytë është tregtimi i pasurisë apo ndryshimi i tipit të procesit në momentin që kemi kontrata shitblerje. Gjithkohës ne sugjerojmë duke ditur që sistemi i referencave, i çmimit të referencave pasurisë paluajshme në Shqipëri apo çmimi fiskale është i bazuar mbi një realitet të deformuar, pra është një vendimarrje gjysmë saktë. Ne sugjerojmë shumë që të kontraktohet një vlerësues i pasurisë paluajshme, të bëjë një raport vlerësimi dhe të gjeni vlerën reale në treg të pronës dhe ta vlerësoni sipas
vlerës reale në treg dhe ose pas çmimit të referencës. Vërtet mund të duhet që të pagojmë pak më tepër taksa sot, por një pagesë taksave sot është kursim i tatimit në momentin kur doni të tretoni pasurinë tuaj. Këtë do pyesja, është proces që bëhet gjithmonë nga ata që janë të licencuar, janë ekspert për të pjesë. Një individ, kam përshtypjen, nuk mund ta bëjë dot vetë këtë proces rivlerësimi me njohuri bazike. Mund ta bëj vetë, por do të shkojë deri në nivelin e çmimeve fiskale. Pra aplikon nëpërmjet Jellbenjës ASHK dhe i thuat lutem prona ime më vendos vlerën sipas çmimit fiskal. Çmimi fiskal në Shqipëri janë 20-30% larg realitetit. Të paktën 20-30%. Kështu që prapë ke fituar diçka, por nuk ke marrë maksimumin e përfitueshmërisë që të jep procesi i vlerësimit. Prandaj sugjeroj shumë që të merret një vlerësues, të vlerësohet prona të aplikohet në ASHK. Në momentin që nuk doni thjesht përfitoni pjesërisht nga procesi i vlerësimit, e thjesht aplikoni drejt për drejt në ASHK. ASHK ju thotë sa vlen prona sipas çmimit fiskale, paguani faturën edhe shkoni deri në atë nivel. Por kur ta tregtoni nesër, pjesa që do të pagoni tatim do të jetë pak më e madhe dhe në total volumi do të jetë më i madh. Sepse diferenca midis çmimit fiskal dhe çmimit të shitjes tashmë është 20-30%. Mendoni pas 2, 3 apo 5 vite se sa do të jetë. Dhe për ta mbyllur me një çështje që ne cekëm pak për gjatë bisedës, banesat përballueshme për shtresën e mesme në vendin tonë. Altaksi ka bërë një studim në lidhje me këtë çështje që është përndar edhe nga Narea në rrjetet sociale. Normalisht, një banesë mesatare, 80, 90 apo 100 metra, jo në qendër, por në zonat periferike, aktualisht është e vështirë për të blerë nga një çift i ri që synon të ndërtojë jetën në kryeqytet. Sa duhet të shpenzojë një familje në mënyrë që ta përballojë kostin e një kredie për blerjen e një banese? Po, besoj nëse flasim për një banesë e cila është 130.000 euro, nëse do të marri po themi 80% kredi, bie që të futet 100.000 euro kredi. 100.000 euro kredi, qoftë edhe për 20 vite, i bie mesatarisht vetëm principali të jetë diku tek 5.000 euro në vit, kështu i bie 400 euro të jetë vetëm principali. Po të futesh dhe interesin, patjetër që shkon 600-700 euro kosti kredit që fatkesisht nëse do të flasim me pagën mesatare në Shqipëri, i bie që 50% e të ardhura, ato që deklaron stati, 50% e të ardhura të shkojë për shtrimin. Ndërkohë që vetë Bashkimi Evropian është duke u alarmuar për shkak se 40% e të ardhurave mesatare të shtetave të Bashkimit Evropian shkon për shtrimin. Pra normalisht nuk duhet të kalojë 35%. Pra normalisht nuk duhet të kalojë 35%. Kështu prandaj ne themi duhet të ndërhyjmë, të krijojmë një produkt i cili nuk shkon 130.000 euro, por një produkt i cili shkon jo më shumë se 100.000 euro. Që ky produkt 100.000 euro me një pjesë të kushtimeve që mund të ketë kjo familje e re, që mund të ketë 10 vite që është në tregun e punës, po flasim për 32, 33 vjeçar apo 35 vjeçar, të ketë mundësi të marrë një kredi 80% dhe të mund të konsumojë jo më shumë se 35% të ardhurave të veta. Pra, normalisht duhet të shikojmë dhe këtu po flasim për kredim, pa folur për ngrohje, për ftoje, pa folur për pjesën tjetër që kanë nevojë një shtëpi. Pra ne mendoj që është më kompleks diskutimi. Diskutimi do duhet të shtrohet, a kemi ne sot shtëpi të pabanuara në Tiranë, po kemi shtëpi të pabanuara në Tiranë. Sa do të qoftë, në shtëpitë e emigrantëve që jetojnë nëpër Gjermani apo kudo në Europë dhe sot e kanë të pabanuar. Hajde gjejmë një politikë që të nxisim që këto shtëpi dalin treg. Këto shtëpi dalin treg për qirana faxhate, këto shtëpi dalin treg për të shitur. Hajde të kemi ca elemente fiskale që incentivojmë. Hajde të shikojmë cilët janë këto shtëpi që janë ndërtuar para vitit 90, të cilët sot po rinë mbyllur. Cilët janë këto shtëpi që mund të jenë vërtet më të lira, por më të amortizuara dhe hajde ndihmojmë këtë familjen e re që të mund ta rinovojë. Sot mund të kesh shtëpi ekonomike, të cilët janë pallate të kohës të komunizmit, të para viteve 90. Por ato kanë një problem madh, ti vërtet e blen në lirë, por nuk e ngron dot, nuk e fton dot. Dhe kjo varfëri termike, pak në terminologjinë e Bashkimit Evropian, varfëri e energjisë, ka një problem madh, sepse nëse ti nuk e ngron, nuk e fton, do thotë që ti je duke shtrënguar dhe duke ulur standardin tënd jetese. Nuk po ushqesh mirë, sepse do duhet të ngrohesh dhe të ftohesh shtëpinë. Prandaj diskutimi për shtëpi përballueshme nuk është vetëm sa është çmimi mesatar, po sa janë taksat, çfarë ndodh me qira në faxhat, çfarë ndodh me pronat që duhen rinovuar.
e angrohen, aftohen, bëjnë do të mundur këtë familje të re të jetojnë në kushte optimale. Është shumë gjerë. E di që mund të jetë dhimbje koke për Shqipërinë sot, por është dhimbje koke për gjithë Bashkimin Evropian dhe ne nuk mund të ngelemi mbrapa, nëse duam të jemi të denj për të hyrë në Bashkimin Evropian. Prandaj them që është kampana alarmi me cilën ekzekutivi do duhet të merret gjatë 2026 dhe jo të mbaj peng një proces rivlerësimi, por fusi rivlerësimin në funksion dhe në pas të kushtoj vëmendjes së rejimi.